të komunës. Urdhra. Faleminderit Kushtrim, fillimisht më lejoni të përshëndes të gjithë kolegët këtu në studio, qytetarët e Vushtrisë dhe të gjithë mërgjimtarët tonë që tashmë kanë filluar të votojnë dhe më vjen shumë mirë që kanë këtë interesim kaq të madh për qytetin e tyre të zemrës. Në vitin 2017 filluam një ndryshim në qytetin e Vushtrisë dhe si rezultat i këtij ndryshimit filloi një etapë e re politike në qytetin e Vushtrisë. Për 4 vite ndërtuam 6 shkolla. Ndërtuam 2 qerdhe publike, ndërtuam shtëpinë e kulturës, ndërtuam 2 sheshe në Vushtri, ndërtuam qendrën e rinore. Zgjodhëm problemin e mbeturinave një herë për gjithmonë për të gjitha 65 fshatrat e Vushtrisë. Dhe natyrisht që zgjodhëm problemin e ujit për mbi 70% të familjeve të Vushtrisë. Megjithatë, erdhi pandemia, u përhapën shumë pavërteta në Vushtri, u bën montazhe të ndryshme dhe ai ndryshim i filluar me entuziazëm nga qytetarët e Vushtrisë u ndal. Natyrisht që në këto 4 vite ne kemi parë vetëm se ngecje të qytetit të Vushtrisë. Dhe kjo ngecje, pikërisht kjo ngecje, më ka shtyrë që edhe një herë t'i kthehem Vushtrisë dhe qytetit tonë me të njëjtin entuziazëm, me të njëjtin pasion, me të njëjtin dashuri për të sjellë një ndryshim cilësor në jetën e çdo qytetarit të Vushtrisë. Dhe teksa dëgjoj Shabanin, për cilin respekti më rritet sa herë që e dëgjoj duke fol, kur shoh që Shabani për shkak të padrejtësisë që i bëhet vajzës tij, për shkak të padrejtësisë që i bëhet për shkak se nuk mund ta merr një asistent nga komuna për fëmijën që ka nevojë, e që fatmirësisht Shabani ka vllaun që i ndihmon, kemi një kryetar komune të papërgjegjshëm që në vend që të vijë sonte të jap llogari para qytetarëve, qoftë edhe vetëm për këto 2 gjëna, gënjen patërpsisht që jam me Bashkinë Islame kur dihet që orari i punës në Bashkinë Islame përfundon në ora 4, sikur që përfundon çdo institucion publik. Por unë sonte dua të ftoj çdo qytetar të Vushtrisë, çdo qytetar të Kosovës, i cili i bëhet padrejtësi, kudo qoftë nga pushteti, të mos marrin rrugën e mërgimit, të mos braktisin atë dhëun dhe të mos e humbin shpresën, të bëhen sikurse Shabani, sikurse çdo tjetër qytetar i Vushtrisë që ngritet, vjen studiet televizive, kandidon dhe mundohet të ndryshojë një pushtet i cili sillet në mënyrë të padrejtë me ata që kanë nevojë. Dhe një pushtet i cili i ik pastaj përgjegjësisë, jo vetëm kuvend komunës siç tha Syla, por i ik përgjegjësisë edhe sonte para qytetarëve. Dhe unë pres që sonte Ferit Idrizi të dalë me një kërkim falje publike, nëse për askën tjetër, për Shabanin, për atë që e shpjegoi si motivet e tij që kanë hyrë në këtë garë. Dhe si Shabani ka shumë e shumë tri, sepse unë dje takova hiç më larg se një djalë i cili më thoshte që babajnë kam me kancer dhe nuk ka marrë 4 vite asnjë ndihmë nga komuna për barnat esenciale nga komuna. Prandaj duhet të ndryshojë kjo çështje në komunë. Buxheti i komunës sot 16 milion euro tender të komunës së Vushtrisë janë për kompaninë nga një qytet tjetër i Vushtrisë, jashtë Vushtrisë, dhe ky buxhet duhet kthehet, duhet punoj për familjet e Vushtrisë, duhet sigurojmë lokoped, duhet sigurojmë asistent për familjet me nevoja të veçanta, duhet sigurojmë psikolog në shkolla, duhet të sigurojmë mundësi të barabartë për gratë në Vushtri për punësim. Faleminderit shumë zoti Tahir.